Përshëndetje mirë se dashur, mirë se vini të dhënë gjithën analizë. Kjo video i dedikohet Sala Jasharit. Unë miq nuk du me folë sen, se pas ka ofendu vëvën, keq në presing muzgabosha, të vështat. Unë nuk po du me folë sen miq, për respekt që i kom familjes Jasharit, nuk po foli kur gjë hiq, veç ju lutem ngoni videon deri në fund, se ja kom montu, i kom marrë do videot për dëkës, i kom montu, i kom bon jo, që kjo zoja letin dëgjon, e let e din për cilën parti është ka punon, dhe cilën parti është ka e kesh, ose ka ofendon. Ju kësha lut miq, të ndëgjoni videon deri në fund, zbashku me muhe, së nëzë me folë muhe, se thash edhe njerë, për resikthoj që nuk du me kritiku për hatër të familjes, për hatër në bjemi që ka Jashari. E meriton, absolutikisht që e meriton. Po nëse vazhdon kështut, po që i ke mirë priti sulmet, pa të ndërprejas njerë, pa të garantoj. Jo pe qefi, jo shpifje, vetë ti që ka thu, unë me fakte, ti qesë me ka një. Këtë, veç me fakte, tak. Unë s'kom sen, as kom kur gjë kundër te, unë të respektoj shumë, kur përmen të emni, bjemi më falë Jashari, lale, për kullem. Ama ty s'ka i jemi dalë me, s'po folim iq, shkojnë dhe dëgjojmë që lutem. Jam dje keq që ti u dosht me u detyru me bo ndoshta një vepër të tillë që në soza normale sigurisht nuk të duhej, po unë vjen keq që është detyru edhe në këtë formë rikthy nashta karmen që ka ndodhur në të kaluarën, sepse mos të harrojmë. Partia vetëvendosje vazhdimisht ka bërë gjëra të tilla brenda kuvendit të Kosovës. Po thonë që ka pas kauza më të mbaja atëherë. Po kjo nuk është e vërtetë. Veç të të ndërhy, oj zoj, ta kom spjegu vitën më heret. A di për çfarë kauza ka bu Albin Kurti? A dina nuk e din. Mos e ndyt mbi emrin ton të lutem. Mos e ndyt edhe ne po të lutem. Mos e ndyt mbi emrin ton. Shkojnë miq. Edhe në asnjë formë nuk duhet që të digjet një farë forme kuvendi i Kosovës, gjithmonë të u bazu në sakrificën edhe peripecitë që i ka kaluar populli jonë për me kriju atë që e kemi sot. Partia Demokratike bëhet pyetje nëse ky ka qenë një farë forme inspirim. Në fakt ne vazhdimisht kemi qenë në diskutime të vazhdueshme, sepse ne jemi aty që e shohim realitetin edhe e shohim gjendjen e Kosovës. Edhe kemi tentuar që në bazë të diskutimeve të mirëfillta kemi kërku seriozitet. Sinqerisht kemi kërku seriozitet. Edhe nuk e kemi pa në asnjë moment, kështu që i ka ardhur kulmi e kësaj pune, sepse nuk mundet me lujt njeriu me shtetin e vet. Në fundit janë qytetarët, ata që presin përgjegjësi prej vendit edhe qytetarët janë që i kanë votu, oj zoj. Qytetarët janë ata që kanë votu. 53 deputet. Ose 47%. Qytetarët janë ata që kanë votu. S'po flas më shumë. Të drejtën sot që 2 vjet janë vetëm qytetarët ata që po mbajnë shtetin e Kosovës, sepse çka nëse ky stagnim do t'i kalonte komunave? Çka nëse stagnimi do t'i kalonte shkollave? Çka nëse vazhdon ky stagnim hala edhe më shumë në një dështim të shëndetësisë edhe më tutje, sepse vese jemi në gjendje të degradueshme deri tash. Kështu që këtu janë shqetësimet e mia edhe janë shqetësimet për Kosovën. Unë PDG-ja. Jo PDG-ja, po kloni bën vimant, hojnat. Shoqër tota i paskandon 98.000 euro tender e të nësonës, e ky është dhëndri i Vlora Çitokut. Ky është drejt sako i zoj. Çfarë fytyre tash ka Vlora Çitokut me dalje me fol për aferat korruptive të Albin Kurtit? Morre. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić e kanë ndjerë Emmanuel Macron prej Tiranës dhe Prishtinës e nga Beogradi të tre kanë shku në Armeni për ta lutur na ndihmo ta ndajmë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić.
Go. Me datën 3 qershor 2020. Go mirë zoj. Pas ditën e kanë shu syren e kryeministrit. 18 ditë më vonë, me datën 21 qershor 2020. Go edhe këshire. Ka qenë tjetër kush në qeveri pastaj. Me datën 16 janar 2022 nuk u majt referendumi i Serbisë Kosovë. Me datën 3 prill 2022 nuk u majtën as zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Dallimi është drastik. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është Zajednic e Hashim Thaqet edhe Isa Mustafës. A për ndëgjon? We are not problematic guys. We try to do agreement. E partia tjetër PDK-ja është e tillë që presidenti i Serbisë thotë we are not problematic guys. Ish komandant, i cili ka kontribuar, ka rrezikuar. A për njës? E privatizoi një terminal doganor. Që se njës, kjo është Samir Stoku. Komandanti i terminalit doganor. Çaj vy, çka ko punish komandanti me terminalin doganor. Edhe aty çka do i kemi bëj? Do i ke edhe mjalon gjolit vet. Mirë po. Vet vendosja kur fitoj. Kjo vëja e gishtave u bë kërshon. Me terroristët nuk negociohet. Terroristëve nuk u hapet rruga, terroristët ose dorëzohen ose likvidohen. Varet, a kanë qenë terroristë ata? Oh. Keni dyshime? Keni dyshime? A për një vazhdoj? Kryna jak terrori. Ky grupi me Radojqiqin s'ka kryer akt terrori? Qysh? Grupi me Radojqiqin s'kan kryer akt terrori? Nuk e di cili është akti terrorist që e kanë kryer. Ata janë përgatitur. Sulm ndaj një shteti. Na e dim çfarë përgatitje kanë pasur që kanë desh me to. Ata se kanë filluar aksionin. O, runa zot. Runa zot për PDK-s. Ata po vazhdojnë me u përgatit prapë. Po aty për aty ata nuk Nuk janë terroristë apo? terrorist. S'kan kryer atë. Terroristët nuk negociojnë. Që kërkove me shty? Po, për shkak këto mos harmonizimit të ligjeve. Dimën po. Ky ligj për qeveria ka lë. Incendiary dot. Do të mobilizohen me kalu. Mobilizacja. Shërbes, mobilizacija. Asociacioni i komunave duhet themelohet, duhet dihet gjua. A për ndëgjon zoj? Të kësha lutë më këthi përgjegjen. Qëfar mendimi ki, masi të ndëgjosh këtë video? është turpi i botës. Kjo është PDK-ja. Nuk është LVV-ja. është PDK-ja. Këto që api ndëgjon, këtë jenë PDK-s. E këtu a kish qëtësimin? Apo a kish qëtësimin çka ka gju Albin Kurti në parlament? Për gjitha qëto sene i ka bu Albin Kurti i ka gju në parlament. Që s'ka dash me orë më bu këto sene në Kosovë. E ty pas ka rrugë shqetësimi këtyne. Ama jo i këtyne që ka po flasin. Respekt. Shkujnë amiq. Serbe edhe gjua shqipe tjetë e barabartë në gjithë territorin e Kosovës, alfabeti cirilik duhet tjetë në gjithë territorin e Kosovës, dhe Me 3% shkije. të një të drejta e 40 kishave dhe monastireve që të kenë atë territorialitetin e garantuar tyre. Zoti Marroft Hashim Thaqin, Agim Qekun e gjithë me radha, ka qenë kështu. Që ta i kanë lo luftarët më të mirë i kanë lo rrugëve. Luftarët më të mirë i kanë lo rrugëve. Këta nuk kanë dit as me bo shtetë se s'kanë doshtë. Dhe këta ko me i vrasë Zotin këtë botë, jo në botën tjetër. Në të njëjtën kohë nuk e kontestoj që ndonjë luftëtar ka devijuar nga fisnikëria e luftës së lirisë. Diskutuam edhe për dëshmërinë që të përmbyllet procesi i themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj. Po doj Hashim Thaqi dhe Kadri Veseli gjitha këto vrasje zbardhen brenda 2-3 ditësh. Ta për gjitha këto. Edhe nuk ka logjik për gjithë këtyre raste mos zbardh asnjë rat. Në shtet në Evropë, pas Bielorusis, siç është Serbia, e cila është komplet në diktatë
E çka ka bëu edhe Edi Rama për këtë proces, atë thon? As në racioni i korrigjimit kufine mas 7 vjetë. 8 vjetë. E diun e fort mirë pse ka në racioni. Ma thuj shikuza jo mu. Ja, kom thonë shikuza. Po thuj pse? Po të më kallëzuar sa parë i kanë dhënë, edhe Vučići edhe Thaçi. Si shkurt, o do të kemi krahin autonome, ekonomike, politike, të setëve në veri, o do të kemi shkëmbim territori. Si shkurt. Për këta kem dëgjuar një herë, vazhdoj. Çka ka dashur me bo PDK-ja? O do të kemi këta, o këta. Po të ndëgjojmë babën Albin çka thot. Shkojnë miq. Askush, nuk ka ma e nuk do të ketë kur ma sundim të bandave kriminale. Nuk ka ma e nuk do të ketë kur ma qarkullim të targave ilegale. Nuk ka ma e nuk do të ketë kur ma ngritje të barrikadave. Nuk ka ma e nuk do të ketë kur ma prodhim të kriptovalutave. Fuqia e ligjit të drejtë në Republikën Demokratike të Kosovës ngallnjen gjithmonë çdo kund cep më cep Mitrovicës e të Republikës Kosovës. E di që jam nervoz, e di që dhe, E di që dham. e di që po shmurdhem, po s'kan koja mojnë. Mujnë me piskot që du. Edhe veç vënim se pështil s'ko. Me neve ka marrë fund ajo proga vogël zetimi malë, e për drejtësin e kemi betingun, prokurorinë e re speciale për krim të organizuar e korupcion dhe sidomos byroën për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ne dëshirojmë që të punojmë sa më shumë, por puna po nevojë edhe për drejtësi. Ajo proga vogël zetimi malë, por tash të gjithë ata që nuk mund ta shpjegojnë, arsyetojnë, çish e kanë bo pasurinë, që nuk ju përputhen të ardhurat me pasurinë që kanë, duhet ta kthejnë në shtëra. Dhe këtu nuk ka kompromis. Edhe veç vënim se pështil s'ka. Mujnë me piskot sa du. Skamat e tyre patriotike Go. nuk janë për shtet, por për pushtet. Koha ka me ndryshu, gjithçka vjen në vend, një sen që kur ndryshon metët, maj madhin fen. Unë në kom kur gjë më shumë as me thonë, as me shtu. Miqtë dashur, ju përshëndes nga zemra, mirë po shumë të radhës.